Në kuadër të 9 dhjetorit, ditës ndërkombëtare të mjekësisë veterinare në Fakultetin e Bujqësisë, u organizua një aktivitet me pjesëmarrjen e mjekëve veterinar, studentëve dhe pedagogëve. Ndërmjet temës mjekësia veterinare dhe shëndeti publik veterinar, qëllimi ka qenë ndarja e sfidave dhe problematikave të këtij profesioni. I pranishëm ka qenë edhe presidenti i urdhrit të mjekut veterinar Ervin Resuli, i cili vuri theksin tek mungesa e mjekëve veterinar në zonat rurale, një problematikë që shihet në të gjithë vendin, ashtu si shihet edhe në të gjithë Europën. Për sa i përket raportit fundit Federatës Europiane të Veterinarisë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë Europën, sot kemi një mungesë theksuar të veterinarëve rural, pra ata të cilët shërbejnë në zonat rurale. Duke qenë se është një punë pa orar, është një punë e cila në fakt kërkon gatishmëri të vazhduar, në fakt ka një tërheqje dhe ka një fokusim kryesisht në klinika dhe spitalet veterinare, në të cilët është një trend që edhe përqafohet më shumë nga të rinjt. Dhe kjo në fakt do kërkonte politika ndryshme për të stimuluar të rinjt, veterinarët e rinj të punojnë edhe të zhvillohen në këto zona. Sipas presidentit Resuli, sfida është gjithashtu kthimi i mjekësisë veterinare në fokus, pasi mjeku veterinar është një punonjës i mirëfillt i shëndetësisë, me një rol të rëndësishëm sa i takon shëndetit publik, shëndetit të kafshëve dhe mbrojtjes së mjedisit.